Një dritë e re. Elira ishte rritur në një fshat të vogël me smaleve, ku qielli dukej më i pastër dhe ajri mbante ende aromën e barit të njom. Ajo ishte vajza e vetme e prindërve të saj, dhe kishte kaluar gjithë jetën e saj mes faqeve të librave dhe ëndrave të pafundme për botën përtej kodrave. Një ditë një karvan tregtarësh ndaloi në qendër të fshatit. Ishin njerëz që vinin nga qytete të mëdha, duke sjellë me vete pëlhura të buta, bizhuteri të ndritshme dhe histori për vende që Elira nuk i kishte parë kurrë. Një djalë i ri me një buzëqeshje të qiltër dhe sy kureshtar, e pa teksa shihte me habi një varse të vogël argjendi. A të pëlqen, e pyeti ai me zë të butë. Elira ndjeu faqe të skuqeshin. Është e bukur, tha ajo me zë të ulët. A ke parë ndonjëherë detin, vazhdoi ai duke mbajtur varsen mes gishtave. Elira tundi kokën. Jo, por kam lexuar për të. E imagjinoj si një pasqyrë gjigante që pasqyron qiellin. Djali qeshi butësisht. Nuk është vetëm kaq. Është i gjallë. Dallgët këndojnë, era flet me të, dhe në dritën e hënës ai shkëlqen si argjendi. Fjalët e tij e magjepsën. Për herë të parë ndjeu diçka të ndryshme, një dëshirë për të parë, për të përjetuar, për të njohur botën përtej librave dhe përrallave. Të nesërmen në mëngjes, kur karvani u nis, ajo qëndroi te porta e shtëpisë dhe pa nga rruga që humbiste mes kodrave. Zemra i rrihte fort. Ajo e dinte një ditë do të nisej edhe ajo. Do ta shihte detin. Do ta dëgjonte këngën e dallgëve. Dhe do të gjente veten në një botë të re.